Eksakt, gjithë jemi dëshmitar të një sistemi pothuajse as pak funksional prej kohës të autobusëve me stacionet e autobusëve absolutisht pa kushte as estetike, dhe as funksionale. Autobusët që nuk kanë qenë në kohë, gjë që ka demoralizuar komplet qytetin për të përdorur ato. Tashmë kemi hyrë në një fazë tjetër, siç e keni parë janë sistemuar të paktën stacionet dhe po plotësohen të gjitha. Kryesisht linja kryesore që jemi dhe sot dhe që po testojmë dhe po e shikojmë, që është veçanërisht fermentim, tani e mbrapa do të kemi çdo 20 minuta në stacion me orare të përcaktuara dhe të përpiqemi të jemi korrekt. Është shërbimi i munguar, i domosdoshëm, jemi vënuar, do thoja, por nuk ka qenë një punë e thjeshtë për të arritur në këtë pikë. Le të shpresojmë që tani do të kemi një standard të paktën për fermentim baçallik që është e para dhe më e përdorshme.